Mirëmbrëma, duke kërkuar ndjesë për shkëputjen dyjavore, sot për prezentoj të ftuarin e kësaj dritare të premte, zotin Fatos Nano. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, zotin Nano. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për këtë mundësim që më jepni për të komunikuar me njerëzit përmes dritares së televizionit publik. Atëherë, nisim direkt nga Kosova, e cila është dhe preokupimi kryesor i këtyre javëve dhe këtyre muajve. Ju e keni ndjerë veten jashtë lojrave politike, apo mirë të themi jashtë skenave ku përgatitet zgjidhja e krizës kosovare? Apo merrni pjesë dhe ju në mënyrën tuaj? Nuk do të mendoja se në Shqipëri të paktën, ose përgjithsisht në këtë aleancë ose partneritet Shqipërisë me NATO-n dhe fuqitë e mëdha, po bëhen lojra me Kosovën. Aq më pak lojra të rrezikshme. Nëse do të kisha ndjerë këtë, natyrisht do të isha shprehur publikisht duke u përpjekur të luaj rolin tim që të mos luhet më me këtë çështje të madhe. Për fat mirë, kjo çështje nuk është vetëm pjesë e çështjes shqiptare tani më, sepse në krizën e Kosovës, e cila ka rritur në një pikë vendimtare, janë pleksur principe dhe vlera që përfshijnë të sotmen dhe të ardhmen e bashkëjetesës së popujve dhe të angazhimit të institucioneve ndërkombëtare për të ndërtuar një tjetër planet dhe një tjetër realitet të shkëputur nga historitë e luftrave, sidomos për Ballkanin, ku tashmë dihet që duhet ka përcyer një e kaluar e stigmatizuar nga Churchilli, për shembull, që popujt e këtij rajoni, të vogël në raport me planetin, kanë prodhuar më shumë histori se sa janë gjendje të tresin, apo në këtë pjesë të globit ka më shumë gjeografi, histori se sa gjeografi. Them, kam rritur në një pikë vendimtare, edhe angazhimi i politikës shqiptare për këtë çështje, sepse pas gjithë kësaj historie deportimesh, gjenocidi, spastrimi etnik që ka përfshirë qindra mijë njerëz, më shumë se 1 milion tashmë janë të shpërngulur. Jashtë Kosovë dhe disa qindra mijë të tjerë mbredhin në kërkim të mbrojtjes dhe të mbrojtësve brenda në Kosovë. Tashmë janë vënë në diskutim probleme kapitale si raportet midis qytetërimit të ri demokratik dhe rendit të marrëdhënieve ndërkombëtare në periudhën e pas luftës së ftohtë dhe historisë së konflikteve që përcjell e kaluara edhe në realitetet e sotme. Janë vënë në diskutim institucione që në zhvillim e sipër po zgjerojnë aftësitë dhe instrumentet e tyre për të krijuar siguri, prosperitet dhe mbrojtje për të gjithë popujt pavarësisht nga madhësia apo nga vendodhja e tyre në tregjet globale. Dhe po shtrohen përfundimisht për zgjidhje problemet e raporteve midis Europës së re dhe atij kampionit demokracisë dhe të stabilitetit marrëdhënieve ndërkombëtare që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Midis kësaj organizate të sigurimit europian dhe euroatlantik, siç është NATO-a, dhe një organizmi më të gjerë dhe më përfaqësues se sa ajo, siç është OKB-ja. Dhe mbi të gjitha po shtrohen probleme konceptuale dhe praktike për të përcaktuar kufit deri në të cilët mund të respektohet edhe kur ai është në duart, sidomos të diktatorëve dhe të shpërdoruesve të pushtetit, si Miloševići në rastin konkret, sovraniteti i një vendi kur shkelen të drejtat themelore të njerëzit, kur mohohen liritë e ushtrimit të tyre për popujt të tërë dhe veçanërisht një popull si shqiptarët që nuk i kanë borxh askujt, përkundrazi në historinë e vet kanë ditur të rreshtohen për krah formacioneve dhe aleancave që kanë poshtur murtaja të tilla edhe në historinë e re, siç është angazhimi ynë antifashist, apo të ndihmojnë dhe popujt të tjerë që janë bërë viktima të murtajave naziste, siç i futët
dhe përgjithsisht ruajmë dhe të afirmojmë vlerat dhe vitalitetin tonë kombëtar. Prandaj unë mendoj se tashmë në këtë pikë decizive që ka mbritur kjo çështje, edhe zgjidhja është më e afërt. Dhe do të kërkoja një vlerësim edhe të politikës shqiptare dhe një kuptim më të plot të njerëzve në Shqipëri, dhe tashmë njerëzit në Shqipëri janë një pjesë të madhe dhe vëllezër, motra, prindër dhe fëmijë nga Kosova, që ende janë thellësisht tronditur nga tmerret dhe masakrat, për të bërë të mundur që të mos e gjykojmë zgjidhjen kaq larg, të mos e quajmë veten të humbur dhe pa shpresë në lodrat e politikës globale apo diplomacisë ndërkombëtare që në histori shpesh na ka lënë të zgënjur. Dhe përfundimisht kuptojmë që në mbështetje të goditjeve për të shkatërruar makinën e dhunës etnike të Miloševićit, krahas NATO-s tashmë po vjen politika globale, po vjen diplomacia e kohës, po vijnë marrëveshje dhe konsensuse të rëndësishme midis të gjithë faktorëve që bëjnë të mundur që të bllokohet kjo diktaturë e fundit që po dhunon të drejtat e një populli të tërë në Ballkan, e cila për fat mirë është kuptuar se kërcënon të ardhmen e gjithë popujve të Evropës dhe të vetë rendit marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra po vim tek zhvillime të tilla si edhe marrëveshja e mbrëmshme e grupit të vendeve kryesore të industrializuara, pra dhe me rolin më të madh në politikën botërore, plus Rusin, e cila për herë të parë sjell një kompromis, dhe politika është arti i smundshmes, për të hartuar një projekt rezolut të Këshillit të Sigurimit, që do të siguronte përfundimisht dhe atë që është quajtur deri më sot deficit i legitimitetit të veprimeve të NATO-s në kuadrin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe institucioneve që i rregullojnë ato. Pra do të përfshijë dhe OKB-n në këtë çështje dhe autoriteti i ndërhyrjeve të NATO-s pa u zëvendësuar vjen dhe forcohet sepse gëzon dhe një mandat të një organizmi gjithëpërfshirës të gjithë popujve dhe vendeve të botës, siç është OKB-ja. Natyrisht ky është një projekt që nuk mund të quhet armiqësor për ne, përderisa tutorët e tij, aktorët e tij, ata që marrin përsipër dhe zbatimin e tij, janë tashmë aleat pa diskutueshëm të kombit dhe të çështjes shqiptare. Për pasojë, unë do të shikoja me maturi edhe pika të tilla ekuivoke ose dy kuptimshe ose evazive që shfaqen ende në perceptimin e të gjithëve, siç është natyra e forcës që do të garantojë kthimin dhe sigurinë të deportuarve shqiptar nga Kosova në shtëpitë e tyre, autoriteti i saj, aftësia për të ndaluar përfundimisht çdo segment të makinës së dhunës dhe diktaturës Miloševićit për të kërcënuar sërish jetën dhe liritë themelore të shqiptarëve të Kosovës, si dhe mëtej ai shqetësim që ka lindur nëse të pambrojturit do të duhet lëshojnë armët ose jo. Kam ndjekur me vëmendje dhe vlerësimet e faktorëve të politikës shqiptare dhe politikës shqiptare të Kosovës, dhe do t'i ftoj edhe ata të tregoheshin vazhdimisht të pjekur, të përgjegjshëm si deri më sot, për të kuptuar që edhe ky dokument nuk mund të realizohet pa pjesëmarrjen e politikës kosovare, pa pjesëmarrjen e të gjithë faktorëve politik dhe ushtarak të politikës kosovare, pa mbështetjen e shtetit tanë, dhe pa integrimin edhe të UÇK-s në realitetet e pas luftës që po nisin në Kosovën e Re. Pa shkuar ke UÇK-ja, ndalojmë ke dilema e madhe e fundit që quhet Ibrahim Rugova. Ky njeri sipas jush është
përfaqësuesi i mandatuar i Kosovës apo është thjesht një president pa popull, sikundër dhe ka preferuar të quajë veten së fundi për një gazetë gjermane? Unë përpiqem të kuptoj dhe emocionet e luftëtarëve të lirisë, apo të atyre që deri më sot janë shfaqur si aleat apo kundërshtar politik të zotit Rugova. Natyrisht do të ishte një anshme dhe pa mjaftueshme që të mos kuptonim emocionet të zotit Rugova përballë masakrës së dimensioneve biblike të popullit të Kosovës, që nuk është vetëm i zotit Rugova, si dhe përballë atij investimi politik dhe vendit që i ka krijuar zotit Rugova, angazhimi i tij në çështjen e Kosovës në të paktën 10 vjet të fundit. Nga kjo pikpamje, unë do të theksoja këtë gjë. Nuk është detyra jonë, as e faktorit ndërkombëtar, që të emëroj se kush do ta përfaqësoj popullin e Kosovës pas mbarimit të luftës dhe në kushtet kur vetë kosovarët, pasi të kthehen në shtëpitë e tyre, pasi të nis puna për rindërtimin e jetës, të institucioneve, pra pasi të filloj të hedhë rrënjë paqja, do të mundësohet të votojnë lirisht për alternativat politike dhe përfaqësuesit e tyre që ata do t'u japin mandatin, pra dhe besimin, për t'i drejtuar dhe zgjedhjet janë periodike. Nga kjo pikpamje, ashtu siç kam biseduar edhe me vetë zotin Rugova, edhe me përfaqësues të tjerë të faktorëve të politikës kosovare, edhe me zotin Demaçi në takimin e fundit që patëm në fillim të këtij viti, do t'i ftoja të gjithë të mirë kuptonin sërish, sepse janë vetëm zgjedhësit kosovar, shqiptarët e Kosovës, ky popull që deri më sot ka ditur të votojë edhe në kushte terrori, ata që do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe tashmë kredibiliteti është më i madh, sepse ata ditën që krahas rezistencës paqësore të zhvillojnë dhe forcat të denja të rezistencës së mirëfillt dhe të organizuar ushtarake në mbrojtje ndaj dhunës së një regjimi që i godiste duke abuzuar me pushtetin. Prandaj unë e shoh të parakoshme që cili do jashtë sovranit popull në Kosovë të marrë përsipër të përjashtoj apo të emëroj para se të krijohet një realitet për zgjedhje të lira në Kosovë, përfaqësuesit e këtij komuniteti të madh, të tashmë aleat të komunitetit demokratik të popullit. E megjithatë Tirana zyrtare do i duhet të zgjedh midis Thaçit dhe Rugovës, apo nuk ka nevojë, thjesht duhet të përpiqet të ritentoj në bashkimin e faktorit kosovar, politik kosovar. Tirana zyrtare nuk besoj se ka krijuar ndonjë devijim në traditën veçanërisht të kohëve të fundit, pas 29 qershorit, për gjithë përfshirje dhe vlerësim serioz të gjithë faktorëve politik në Kosovë, pavarësisht nga e kaluara apo nga paragjykimet që burojnë nga e kaluara. Edhe kohët e fundit, qeveria e koalicionit progresist, qeveria e zotit Majko, ka luetur jo vetëm deri në Rambuje, por dhe pas saj një rol pozitiv për të ruajtur dhe për të forcuar kohezionin dhe koherencën, pashuar alternativat e faktorëve që përfaqësojnë popullin kosovar në terren dhe në ambientin politik. Prandaj nuk besoj se Tirana zyrtare, qeverisë apo partive politike do të duhet tani më të ndajnë thela dhe të përcaktojnë favoritët e tyre, sepse kjo do të ishte një thik pas shpine për gjithë këtë sakrificë të madhe që përballojnë shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë që po u kurojnë plagët atyre. Bukoshi, sikundër e keni njohur ju, është kryeministri i përkushtuar nga mërgimi apo kreu i një trafiku të shumë përfolur? Do të shmangja sërish gjykimet bardhëzi, sepse zoti Bukoshi për arsye të njohura, ashtu si shumë militantë të tjerë të çështjes kombëtare dhe të çështjes Kosovës,
ka qenë i detyruar të zhvilloj vrimtarin, dinjitetin dhe figurën e tij, për fat keq në ekzil. Dhe si tillë është afirmuar dhe si një faktor politik. Dihet që ai përfaqësonte ekzekutimin në ekzil të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që me kryetarin Rugova mori përsipër të zhvilloj zgjedhje në hije, pra jo në hije për mbështetjen dhe pjesëmarrjen e gjerë të shqiptarëve të Kosovës, por në kuptimin e legjitimitetit ndërkombëtar të tyre. Dhe si tillë edhe zoti Bukoshi nuk do ta quaj ilegjitime të vazhdonte të shfaqte pretendimet dhe alternativat e tij politike për të vazhduar të qenë i pranishëm në këto zhvillime të krizës dhe në ato që po përgatiten për të ardhmen e Kosovës. Prandaj do të hezitoja të kaloja gjithashtu në gjykimin tjetër të zi, se zoti Bukoshi përfaqëson vetëm një kret, një trafiku armësh. Natyrisht ka dhe trafikant armësh, ka dhe trafikant jetësh, ka dhe njerëz që në rolin e çakeve, në kushte lufte, përpiqen të pasurohen. Aty ku ka viktima dhe atë janë të shpërfillës ndaj gjakut. Duhet të ruajmë të gjithë gjaktësinë për të mos lejuar që kjo gjë të ndodhi më. Dhe në rast se nëpërmjet armëve, veçanërisht armëve që trafikohen për qëllime pasurimi, kërkohet të krijohet një influencë apo një pushtet politik, ky do të ishte shqetësimi më i madh që duhet na bashkohet gjithë për ta bllokuar. Ju keni qenë në dieni të trafikut të armëve gjatë kohës kur ishit kryeminist, që bëhej nga Shqipëria për në Kosovë? Natyrisht që kam qenë në dieni, natyrisht që ishte një nga angazhimet e strukturave së shqiptare dhe të vetë qeverisë, të strukturave specializuara dhe të atyre të rendit, për të identifikuar dhe për të bllokuar çdo veprim klandestin, çdo veprim të paligjshëm, thjesht çdo trafik, jo vetëm armësh, por dhe çdo trafiqe të tjera të parregullta, që destabilizonin jo vetëm flukset financiare dhe investimet publike për të krijuar stabilitet në këtë vend, mirëqenie për njerëzit, dhe pra dhe mundësi më të mëdha për të ndihmuar Kosovën martire, por sillnin dhe paqëndrueshmëritë e institucioneve dhe veçanërisht mundësi për konflikte politike që do të destabilizonin dhe vetë Shqipërinë në kushte kritike, sidomos në 2 vjet e fundit. Prandaj nuk do të thosha që as zoti Bukoshi, as ushtria shlirimtare e Kosovës, siç përflitet, janë përfaqësuesit tipik të trafikut të armëve apo të narkotrafiqeve, siç nuk mund të them se edhe në radhët e tyre nuk kanë penetruar dhe nuk vazhdojnë të përpiqen për të penetruar njerëz që u mungon çdo skrupull dhe përpiqen të pasurohen, dhe pastaj do të ishte më e rrezikshme nëpërmjet vrimtarisë mafioze ekonomike të krijonin një pushtet kriminal politik. Prandaj nuk mund të them përfundimisht që Miloševići ka drejt, apo gjithkush tjetër që e përdor si tezë këtë në raportet midis fuqive të mëdha për zgjidhjen e çështjes Kosovës, se Shqipëria është një vend pa autoritet, pa ligj, një bazë furnizimi në mënyrë ilegale dhe mafioze apo trafikante të strukturave të tjera terroriste që krijojnë probleme në Kosovë, ashtu siç nuk mund të mbyll për asnjë çast syt përballë rrjeteve ndërkombëtare, mafjas rajonale dhe rekrutëve që normalisht ata përpiqen të kthejnë shërbim të tyre edhe në Shqipëri, për këto vrimtari që vetëm jetë institucionale dhe stabilitet politik nuk duan.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës, nëse nuk keni vendosur i pari marrëdhëniet miqësisht pa zyrtarisht, ju duket se e ka gjithë marketingun e domosdoshëm të figurës, të sakrificave të saj, apo i mungon? Nuk besoj se as Ushtria Qlirimtare e Kosovës, apo faktorët të tjerë që kanë përfaqësuar çështjen e Kosovës, as institucionet e Shqipërisë, do ta quanin të ezauruar punën e tyre dhe do ta konsideronin çdo kontribut të deri sot të mjaftueshëm. Nga kjo pamje dhe Ushtria Qlirimtare e Kosovës, e cila ka fituar një autoritet pa diskutueshëm jo vetëm në Kosovë, por dhe në kontakt me partnerët ndërkombëtar që duan të zgjidhin çështjen e Kosovës, një çështje komplekse që nuk prek më vetëm padrejtësitë historike ndaj kombit shqiptar apo integritetin e çështjes shqiptare në Europën e Re, edhe pra kjo Ushtria Qlirimtare e Kosovës do duhet të afirmohet më mirë, të krijojë më shumë besueshmëri, dhe në qoftë se marketimi në këtë rast do të ishte një term i agresivitetit kontakteve me publikun, me partnerët ndërkombëtar, ai bëhet më i domosdoshëm veçanërisht në këtë kohë kur ka një imazh jo shumë të qartë, ka spekullime të mëdha dhe kërkohet të denigrohet apo të zvetnohet roli atdetar dhe kurajua civile me cilën është paraqitur jo vetëm në Kosovë, por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare Ushtrisë Qlirimtare e Kosovës, një faktor edhe politik. Ne nisëm ta bëjmë këtë duke u përpjekur të mbajmë përgjegjësinë dhe të luajmë kontributin tonë si qeveri e Republikës Shqipërisë, që është në pranverën e vitit të kaluar, duke nxitur dhe duke ftuar përfaqësuesit e Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, jo në mënyrë preferenciale dhe as të diskriminuar në raport me faktorët e mirëfillt politik të Kosovës, zotin Rugova dhe të tjerë, që të shfaqen si faktor me potenciale politike, me mbështetje politike, dhe me aftësi për administrimin e një pushteti civil i cili u bë dhe objekt i konfigurimit në kuadrin e bisedimeve të Rambujës dhe të procesit përcaktimit të statusit Kosovës në Rambujë. Pra, lind e domosdoshme që UÇK-ja së pari të mos denigrohet nga shqiptarët, as në Kosovë, as në Shqipëri, por të mbështetet si një faktor i fuqishëm, i denj, për të bashkëjetuar me përfaqësimin e gjerë politik dhe popullor të shqiptarëve të Kosovës, me institucionet e Shqipërisë dhe me partnerët ndërkombëtar, në mënyrë që masakra si kjo e fundit të mos lejohen të ndodhin më. Ju jeni takuar me Miloševićin në tetor, në 97 në Kret. Ju duket të keni gabuar dhe nëse do riktheheshim në kohë, do ta ribënit sërish? Do ta ritakonit Miloševićin? Nuk besoj se gjykimi mund të jetë kaq i thjeshtë nëse është gabuar në atë kohë dhe nëse a mund të përsëriten gabimet të tilla. Sigurisht ai që vjen pas, edhe unë që gjykoj veten time, është në gjendje të përfitoj nga gabimet e të tjerëve. Nuk mendoj se në kohën e dhënë për cilën flasim, takimi me Miloševićin, i cili ishte takim midis drejtuesve të institucioneve të dy vendeve, ishte një hap i gabuar sepse ai nuk ishte jashtë optikës së kontakteve dhe të presionit që faktorët ndërkombëtar po zhvillonin me Miloševićin, të paktën në 10 vjet të fundit, të paktën qysh pas marrëveshjes së Daytonit dhe veçanërisht në kuadrin e të gjithë angazhimeve që konflikti i lindur në Kosovë dhe që kishte nisur ta acarojë të mos degeneronte në këtë masakër kaq të dhimbshme që po përjetojmë sot. Nëse do të më lejosh të shprehesha në mënyrë figurative,
atëre më lejoni të them që dikush duhet ta bombardonte i pari Miloševićin, por unë nuk shoh ndonjë element mburje në këtë, sepse bombardim do të thotë dhe ballafaqimi i koncepteve politike dhe i kërkesave të ligjshme edhe nga pikpamja e legjislacionit ndërkombëtar midis përfaqësuesve të vendeve fqinj me të cilët jemi të detyruar në mos të dënuar të ndajmë jo vetëm kufit, por dhe një fat të përbashkët. Aq më mirë kur ky fat i përbashkët nuk lihet më në mëshirën e zhvillimeve spontane dhe është bërë objekt vëmendje dhe për fuqitë që rregullojnë marrëdhëniet ndërkombëtare. Unë me Miloševićin besoj se nuk kam bërë gabim në emër të qeverisë shqiptare, të koalicionit sotëm të qeverisës, me cilin i kam para përcaktuar dhe më pas ndjekur zhvillimet që lidhen dhe me këtë takim, kam paraqitur të gjithë optikën e Shqipërisë dhe në maksimum në mundshëm për të gjithë kontaktet që paraprin këtë takim edhe interesat e faktorëve politik të Kosovës, për të filluar shtensionimin e marrëdhënieve i cili nuk mund midis dy vendeve, i cili nuk mund të niste pa rikthimin e autonomisë së mohuar që shpreh 10 vjetësh për Kosovën në ish Jugosllavi, si dhe hapa konkrete që do të çonin në shtensionimin e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve, duke nisur nga zbatimi i marrëveshjes së arsimit, që do të kthente universitetin shqiptarëve të Kosovës, deri tek lirimi i burgosërve politik, tek hedhja e hapave ligjor dhe praktik për reintegrimin e përfaqësuesve të popullsisë majoritare shqiptare në Kosovë, në administratën publike, në ushtri, në polici, në gjykata e tjerë, në mënyrë që klima e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve e prishur për shkak të regjimit Miloševićit të niste të gjeneronte besim dhe të krijonte hapësira për bashkëtesë. Këto hapësira për bashkëtesë pastaj do të sillnin në kuadrin e kontakteve më normale midis shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Pse jo? Midis shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve dhe serbëve në rajon, e ritheksoj mbetemi një vend fqinj me ish Jugosllavin, edhe mundësi për të nxjerrë në dritën e diellit të gjithë fenomenet që pengonin zhvillimin e qëndrueshëm të institucioneve dhe të ekonomisë në këtë pjesë të Ballkanit, si dhe të bllokonin përfundimisht një realitet të dhimbshëm që vazhdon për fat keq në kushtet e luftës me përmasa edhe më të mëdha, ku në vend politikanëve takohen trafikantët të çfarëdo komsie, shkëmbejnë parat qelbura dhe çdo ditë krijojnë një pasuri që nuk shkon në dobi të popujve, nuk shkon në dobi të realiteteve demokratike dhe të hapjes kufive në mënyrë që çaket dhe hjenët mos lëvizin në kurriz të shumicave. Megjithatë, pa u zgjatur me Miloševićin, sidoqoftë për ndaluar diçka në mënyrë të figurshme, nëse me bombardimin aktual të NATO-s synohet arritje diçka, ju duket se me bombardimin tuaj gjithmonë në mënyrë figurshme ju arritët diçka mbas takimit me Miloševićin? Arritëm të paktën të paraqesim drejt për drejt dhe pa injoruar avantazhet e kontaktit drejt për drejt, interesat dhe pozicionet tona politike, si vend sovran, në marrëdhënie me fqinjet. Këtë arritëm ta bëjmë në kuadrin e iniciativave dhe të forumeve të kontaktit dhe të bashkëpunimit rajonal që gëzonin edhe vëmendjen dhe kujdesin e institucioneve përfaqësuese të Europës së Re, të Bashkimit Evropian dhe të grupit kontaktit, dhe sidomos që janë komplementare me të gjitha përpjekjet që vazhdojnë të bëhen, edhe zhvillimi i mbrëmshëm ishte në këtë linjë, për të menjanuar të gjithë faktorët dhe të gjitha veprimet negative që nuk mundësojnë hapjen e kufive dhe një bashkëtesë paqësore midis njerëzve,
komuniteteve nacionale, popujve dhe vendeve për shkak të intolerancës regjimeve të ndërtuara mbi ideologji nacional komuniste, apo përjashtuese të etnive të tjera, apo të individëve dhe komuniteteve që diskriminohen thjesht për shkak të origjinës tyre fetare, apo të përkatësisë tyre të ndryshme, kulturore, etnike e tjerë. Nga kjo pikpamje do të rriqja vëmendjen që edhe institucionet e sotme të Shqipërisë, në optikën time, duhet të mos krijojnë asnjë vakum në prezencën dhe në kontaktet me faktorët e politikës globale që po pa ndërprerë bombardimet e NATO-s, po përpiqen të zgjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme për rregullimin politik dhe paqësor të realiteteve të krizës në Kosovë dhe në Ballkan, si dhe të ndërtojnë një traset sigurt ku serbët pa Miloševićin dhe popujt e tjerë të Ballkanit pa ngarkesën e padrejtësive historike që janë bërë veçanërisht shqiptarëve, të munden të krijojnë një treg të përbashkët, të munden të ndërtojnë kufi që kalohen lirisht nga njerëzit dhe që sigurojnë prosperitet dhe sidomos kontakt dhe marrëdhënie me Europën e qytetëruar në cilën Ballkani duhet integrohet. Kur ishit kryeministër, por edhe tani ju kanë përfolur si shumë dashamirës në Greqisë, për të mos thënë filo grek. Në fakt, cili është sipas jush qëndrimi i Greqisë dhe Italisë, kryesisht i Greqisë, kësaj krizës që po kalon Shqipëria? Leoni ta thjeshtëzoj problemin, sepse jam interesuar kundrejt këtyre spekullimeve të gjej rrënjën kulturore ose etimologjike të emrit tim, dhe natyrisht nuk ka pasur nevojë të pyes grekët për këtë gjë, sepse ata emrin tim e shqiptojnë pas. Por jo për inat të grekëve, kam pyetur disa miq të mi profesor të ekonomisë turq, dhe më kanë thënë që ky emër është me origjinë turke. Edhe përfundimisht jemi detyruar t'i besoj prindërve të mi që dhe traditës shqiptare që emrin tim, dhe këtu s'është çështje përfundimisht e emrit tim, e lidhin me atë brez iniciatorësh apo pionierësh të ndryshimit që është bërë e njohur dhe në fjalorin politik si bartës të sëres, ose që guxojnë të promovojnë të renë në një realitet tradicional. Nga kjo pamje, mua nuk më shqetëson asnjë polemik që i vulgarizon përkatësitë apo kontributet e gjithë secilit në raport me fqinjet miqësor apo jo miqësor në historinë e Shqipërisë, por duhet kuptuar përfundimisht që qëndrimi i shtetit grek dhe i politikës zyrtare greke si anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk është ai turmave që manifestojnë në sheshet e qyteteve kryesore të Greqisë, sepse pavarësisht nga shkalla e angazhimit në operacionet e NATO-s, mbështetja politike ka qenë e padiskutuar dhe shpesh afinitetet kulturore, fetare, miqësitë tradicionale që burojnë prej tyre midis vendeve dhe popujve në Ballkan ose më gjerë, siç do të ishte rasti i Rusisë në marrëdhënie me Serbinë, duhen parë dhe për efektet pozitive që mund të krijojnë. Në Ballkan, ndoshta, ende nuk ka një vend tjetër, por kjo s'do të thotë që ai duhet marrë ekskluzivitetin, që mund ndikoj me konceptet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, pse jo dhe të kompromiseve politike që apo arrin edhe me Rusinë, në Beograd sesa Athina zyrtare. Ashtu si në një plan më të gjerë, edhe perëndimi ishte i hapur për të siguruar konvergjencën e Rusisë në
integrimin e kushteve që NATO i ka vënë Miloševićit në një kuadër të një institucioni më të gjerë se sa NATO-ja, pra në kuadrin e një veprimi të Shtrisë dhe Sigurimit dhe TOKB-s, duke shfrytzuar afinitetin e Rusisë ose të Moskës zyrtare me Beogradin. Prandaj unë përpiqem të paktën të mos bie i pari në emocionet historike dhe të mos bërtas i pari se jemi të rrethuar nga armiqtë dhe në jug dhe në veri. I duket se kriza që po kalojmë e ka mençuar sa do pak politikën shqiptare, apo asgjë nuk po verifikohet? Nuk mund të them se politika shqiptare është në stagnacion. Shenja urtësie dhe mençurie ka, të paktën në të gjitha çfaqjet dhe komponentët që kanë çuar realisht në një ulje tensionit politik brenda vendit. Nuk po ushqej iluzione se gjithçka është zgjidhur, por shikoj më shumë përgjegjshmëri dhe njerëz të përgjegjshëm në të gjitha partitë politike për jo vetëm të mos prishur atë solidaritet që po tregojnë shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë për të përballuar krizën, por dhe për të fuqizuar më tej kohezionin e politikës shqiptare, përfshirë atë kosovare, në partneritet dhe në aleancë me fuqitë e mëdha për të ndalur përfundimisht të japin fund polemikave shterpe, gjë që s'do thotë në ana tjetër që të pushojmë totalisht jetën politike në vend, sepse edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, dhe për Ballkanin po kërkohet zgjerimi i hapësirave demokratike dhe ndarja nga politika e konflikteve të skaluarës për siguruar një tartme të ndryshme. Nga kjo pikpamje, unë nuk pajtohem me ndonjë vështrim në media ose më tutje që tashmë të gjithë partitë shqiptare duhet të pushojnë së funksionuari sepse partia e të gjithëve është NATO. Por mendoni se duhet të shohim diçka përtej Kosovës dhe është momenti që të reflektojmë qysh tani dhe jo mbasi krizat të zgjidhet? Do të dëshiroja të isha i bindur se nuk jemi vonë për këtë gjë. Pra, shkurt, jemi tamam në kohë që duhet të fillojmë të angazhohemi totalisht dhe me vëmendje të gjithanshme për zhvillimet e pasluftës në Kosovë, në Shqipëri dhe në Ballkan. Përderisa edhe partnerët tanë po e bëjnë këtë gjë. Sepse t'i rikthehemi stër mundimit, jo vetëm të shqiptarëve, jo vetëm sakrificave sublime që po bëjnë të gjithë shqiptarët, veçanërisht kosovarët përballë kësaj masakre të një kombi të tërë, por dhe sforcos me cilin po punojnë institucionet e Shqipërisë për të përballuar gjendjen e krijuar dhe problemet jetike të 400.000 të ardhurve në një vend që vazhdon të jetë i varfër. Me siguri dhe ju do të ngacmonit, kam thënë që nuk është e mjaftueshme përfundimisht që kjo krizë të përballohet vetëm me koncepte dhe me receta humanitare. Për faktin se vërtet kjo është një çështje e principeve më të larta që kanë nisur të rregullojnë përmbi konceptin e vjetër të sovranitetit të marrëdhënieve ndërkombëtare, pra çështje e respektimit të dinjitetit të njerëzit dhe të humanizmit dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare midis popujve, por vetëm rehabilitimi fizik apo psiqik i të masakruarve dhe i të deportuarve të Kosovës në Shqipëri apo gjetk, nuk siguron një tartme të qartë dhe rilindjen e shpresës për vetë ata. Nga kjo pikpamje, do të përshëndesja iniciativat amerikane, europiane, dhe nga kjo pikpamje sërish do të kërkoja më shumë angazhim të politikës shqiptare dhe të institucioneve të Shqipërisë për të nisur të projektojnë dhe të miratojnë qysh tani mënyra më frytdhënëse të harxhimit të resurseve njerëzore dhe të parave
se sa këto të ndalimit krizave dhe të mjekimit të plagëve që shkaktojnë luftrat dhe diktatorët që duhen likuiduar. Sepse pa krijuar kushte normale, pasjellë prosperitet dhe zhvillim të ekonomisë në Shqipëri, në Kosovë, në tërësi në Ballkan, pa krijuar institucione të qëndrueshme demokratike dhe financiare për lëvizjen e lirë të vlerave dhe të njerëzve që i bartin ato, është e pamundur që të kemi iluzionin se krizat të tilla nuk do të përsëriten. Pavarësisht nga kriza, nga fatkeqësia që është e përbashkët, a nuk ju duket se në një farë mënyrë qeverisë aktuale shqiptare i ka ardhur fati? Ka një lloj shansi që çdo lloj qeveri do ta kishte cili. Është një lloj vendosjen e qendrës së vëmendjes që është shumë e pëlqyeshme. Kam përshtypjen që kjo është në logjik Bixhozi. Jo juaja. Ju interpretoni sensibilitetet publike. Ose një logjik krejt e pamjaftueshme dhe simpliste që në rast se do të bënte klient apo viktima politikan, do të ishte me pasoja. Për faktin se unë riteksoj, askush nuk mund të ndërtoj fatin e tij, karrierën e tij, kredibilitetin e partisë politike që përfaqëson apo të institucionit për cilë është mandatur të drejtoj nga zgjedhësit në Shqipëri, mbi bazën e këtij gjykimi naiv, se kur një popull i tërë masakrohet, deportohet, kjo qenë ka vetëm një investim heroik për fitimtarin e një lufte që nuk do të kishte të mbijetuar. Prandaj tashmë është urgjente që politika shqiptare, institucionet e këtij vendi të nisin të investohen realisht për menaxhimin e situatave të pas krizës, jo vetëm me njësi emergjence, si dhe për hartimin dhe riaktivizimin e projekteve të zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të Shqipërisë, si dhe të infrastrukturave që do ta lidhin Shqipërinë, jam i bindur Kosovën, me vendet e tjera të Ballkanit dhe me Europën e re. Ky është fati që duhet ndajmë së bashku dhe këtë fat mund ta ndërtojmë vetëm pa përjashtuar njëri tjetrin. Do doja t'ju lexoja diçka. Është një frazë që përdor shkrimtari Detyra Golli në një revistë Spektor, ku shpjegon situatën politike në PD dhe PS. Pavarësisht nëse ju e gjeni veten apo nëse ju prek, do doja një përgjigje. Pra, i kemi parë qeveritë e tjera se çfarë kanë bërë. Kanë hapur depo të armëve dhe kanë shpërndar ushtrinë, kanë lënë të digjet kryeministrin dhe kanë ikur me brek në përkëmbë në Maqedoni. Tani kur gjithë bota është me djem të rinj kësaj qeverie, fillon e lëviz gjarë prej Smirës. Asi nuk jemi ne që qeverisim në këto kohë. Ç'më mendoni për këtë rast të shkrimtarit? Është një frazë që dhe ju e cilësuat drejt ka përshtypjen e shkrimtarit. Në qoftë se nga shkrimtari do të kalonim në gjykime politike, aq më shumë të politikës partijake, natyrisht që ajo nuk e shpreh të paktën dallimin midis periudhës para 29 qershorit dhe as dallimin midis ngjarjeve të para dhe pas 14 shtatorit, nga të cilat edhe shkrimtari Agolli me koshiencën e tij politike ka vuajtur dhe është prononcuar publikisht. Prandaj unë nuk do të thosha që gjithë historia e këtij vendi fillon me kategorinë e të rinjve që përmend shkrimtari. Sepse vërtet ky komb është vital. Vërtet çdo brez do të zëvendësohet nga të rinjt. Por në rast se konceptet historike që shkrimtarët i kanë më afër se sa politikanët do të adoptoheshin në mënyrë mekanike
në trajtimin e marrëdhënieve midis brezave, apo në trajtimin e miqve dhe të kundërshtarëve në politikën e një vendi, kjo do të sillte të paktën stagnacion. Ne kemi në dorë që edhe Maqedoninë, edhe Jugosllavinë, edhe Greqinë, edhe Partinë Demokratike, edhe të kaluarën e dritrojt dhe të gjithë jo të rinjve të tjerë, si dhe të ardhmen e të rinjve që po rriten në zjarrin e qeverisjes apo të luftës në Kosovë, të mos e paragjykojmë në mënyrë përjashtuese. Ne kemi në dorë, kjo është filozofia ime, që me e përsëris avantazhin atij që vjen pas, mos përsërisim gabimet e paraardhësve. Unë nuk them se dritroji është paraardhësi im, ashtu siç nuk mund të mos respektoj përvojën historike të dritrojit dhe të kërkoj edhe ndihmën e dritrojit për të identifikuar gabimet e skaluarës që s'duhen përsëritur më. Pra, ne kemi në dorë që në raport me brezin e ri që po vjen, që ka ardhur, që po troket, dhe që besoj nuk do t'jetë përjashtues ndaj traditës së këtij kombi, pra dhe të drejtuesve dhe të këtij politik të deri sotëm, të pranojmë kritikat, për të mos lejojmë që ata nesër të tallen me ne. Dhe shpresoj se dhe dritroji nuk ka këtë synimin që të tallet as me parasit, as me të rinjt, sa do afër se pranë veprës së shkrimtarit janë ato. Edhe ju nuk keni pasur ndërmend të talleni kur jeni shprehur për revistën Aks se qeverisë sot me i mungon morali dhe kredibiliteti për qeverisur ndryshe? Jo, as pak, jam shumë serioz në këtë gjë. Nuk është fjala për të quajtur as jo kredibël, as pamoralshëm drejtuesit të qeverisë aktuale. Është fjala për një qeverisje ndryshe, e cila ka qenë dhe mbetet kredoja ime politike dhe jo natyrisht personale, sepse unë kam udhëhequr Partinë Socialiste jo vetëm 8 vjet të fundit, por dhe në fushatën e fundit elektorale me aleatët e koalicionit sot në qeverisës. Me këtë kredo, që edhe sa po përfundova së shpjeguari, që të mos përsërisim gabimet e paraardhësve, të vjetër apo të rinj. Pra, për të krijuar përfundimisht në këtë vend një kulturë, një mentalitet dhe veçanërisht një angazhim institucional që sjell reforma të guximshme, të kushtueshme për një forcë politike që i ndërmerr, pra dhe për njerëzit konkret që drejtojnë atë forcë politike. Unë e kam paguar këtë kosto dhe e kam paguar me koshiencë, që sjellin institucionet që ndryshme demokratike, që sjellin tregje të hapura dhe të mbrojtura, si dhe lëvizje të lirë të qytetarëve që të mos bien më as viktimë e diktaturave, as viktimë e regjimeve që për shkak të interesave të pushtetit, të grupit apo të personit abuzojnë me drejtat e zgjedhësve dhe të njerëzve në këtë vend, dhe as e strukturave mashtruese, piramidale apo mafioze që devijojnë kursimet e njerëzve, pjersën e punës apo të sipërmarrjes tyre në gropa të zeza që e lënë vendin të varfër dhe njerëzit të pashpresë. Ju e kuptoni që po bisedoni me një njeri që ka propozuar dhe ka gjetur miratim të pakontestueshëm në Partinë Socialiste dhe në partitë e koalicionit sot në qeverisës për konceptin e ndarjes dhe të së pushteteve dhe të marrjes përgjegjësive të përbashkëta për të qeverisur ndryshe këtë vend me njëherë pas 29 qershorit. Por bisedoni me njëri që kishte në dorë të ishte jo në qendër të goditjeve apo të pagesës së kostove të qeverisjes ndryshe dhe të transformimit të realiteteve të trashëguara në këtë vend. Unë mund të isha çfarë do, në maj apo jashtë shtjellës së luftës për normalizimin e jetës në Shqipëri pas trazirave të marsit 97,
Pra mund të isha më i mbrojtur se sa pozicioni që zgjodha, dhe unë zgjodha pikrisht duke vlerësuar autoritetin politik që më kishte dhënë, historia ime dhe Partia Socialiste në vlerësim të saj, si një investim që mund të përballonte në planin politik, personal dhe të forcës politike, që përfaqësoja kostot e mëdha të këtij transformimi. Këtë rol e zgjodha me koshiencë dhe pikrisht prandaj vazhdoj të mbroj me pasion, me koshiencë, por me qetësi dhe nevojën e qeverisjes ndryshe në këtë vend. Ndryshe përfundimisht do të thotë të delegohen pushtetet duart e njerëzve që është e mundur të kontrollohen nga zgjedhësit. Dhe jo të përqendrohen sërish pushtetet në pak duar dhe tyert e zyrave ku drejtojnë këto pak duar të mbyllen sërish për qytetarët. Dhe përfundimisht zhvillohen më tej reformat strukturore të ekonomisë, që të kemi sa më shumë banka private në vend të fondacioneve apo të sipërmarrjeve të dyshimta që globërojnë paratë e njerëzve apo paratë e taksapaguesve nëpërmjet favorizimit shtetëror në këtë vend, si dhe përfundimisht krijojmë një partneritet profesional, real, me të gjithë aleatët dhe donatorët e huaj që vazhdojnë të jenë të interesuar që edhe kontributet e taksapaguesve ndërkombëtar për Shqipërinë të mos u mbasin në vrim malceze. Për të ndaluar edhe pak e konceptin ndryshe, ju duke qenë edhe ideolog, keni qenë në gjendje dhe vazhdoni në gjendje ta shprehni më mirë se kushdo konceptin ndryshe. Pse ju nuk e materializuat apo e keni materializuar? Jo, nuk besoj se kam arritur ta bëj këtë gjë dhe nuk besoj se askush mund të pretendojë se nanu është i dështuar se s'arriti të bëj këtë gjë. Paktën kjo është një përgjegjësi e përbashkët dhe askush nuk mund të bëj as ideolog, as i administrator i pushtetit i vetëm ndryshime të tilla shumë dimensionale dhe historike në këtë vend. Unë kam kërkuar partner dhe do të vazhdoj të kërkoj partnerët, por nuk mund të ushqej iluzione se partnerët që kam gjetur deri më sot janë më pak për të përgjegjshëm apo përgjegjës se sa unë në gjithçka që ka ndodhur deri tani. Pra do të kërkoj edhe të tjerët të njëjtën përgjegjësi, jo thjesht për të bërë analiza dhe për të përcaktuar një meritokraci të re politike në gjirin e Partisë Socialiste apo të koalicionit sot në qeverisës, por për të bërë të mundur përfundimisht që pushtetit mos vazhdoj të administrohet në mënyrë tradicionale, në mënyrë populiste, dhe veçanërisht të mos hapet rrugë më militantizmit politik për interesa të ngushta ekonomike. Militantët, të cilët ju i keni përjashtuar me shumë dëshirë, nuk i duket se tani më shumë se kur do kishit nevojë për ta, apo asnjëherë s'ka nevojë për militantët vetes, një lider? Në militantët në konceptin tim janë njerëzit më të etur për të mos e larguar terren, për ta përqafuar terren. Pra edhe filozofinë dhe politikën e të qeverisurit ndryshe të këtij vendi. Ata janë dhe njerëzit më të triva, më kurajos. Pra ata nuk i tromen as konkurimit meritokratik dhe kërkesave për të përshtatur kontributet politike me aftësitë profesionale në ndarjen e pse jo, të funksionave dhe të posteve që ende konsiderohen në konceptin tradicional favore. Në nga kjo pamje një gërshetim i militantizmit politik me aftësitë për të merituar funksionet publike është mesazhi më i mirë që duhet vazhdohet dhe mund vazhdohet të jepet militantëve edhe të Partisë Socialiste dhe të cilë do formacion politik që pretendon të mbajë apo të marrë pushtetin në një vend në tranzicion. Çdo optik tjetër do të ishte fenomenet janë sheshit dhe nuk duhet ta përdor këtë si një kasus për të fituar edhe nga ky kontakt me publikun pik në opinionin publik. E kundërta do të ishte trajtimi i militantëve si klient apo si roje të
pozitës privilegjuar që i jep cili do që ka mundësi të ofroj poste, një grup i njerëzish për të realizuar interesa që nuk shkojnë në dobi të gjithë qytetarëve. Sepse po ndjek me vëmendje dhe mjaft fenomene në qeverinë e sotme, që ngritje e parë shqetësimin se kishte ndodhur një deformim i respektit apo i vlerësimit të militantëve apo i premtimeve ndaj tyre kundrejt posteve që siguron marrja e pushtetit. Deformim që shfaqet në një klientelizëm të tipit tjetër. Po takoj dhe po dëgjoj gjithnjë më shumë njerëz që po hiqen nga puna sepse që nga të nanos. Dhe do vinte mjaft keq dhe prandaj po e ndaj këtë shqetësim me publikun, nëse profesionistët pagoditen si njerëz që mbështesin nanon apo politikën e nanos, sepse kjo do të ishte një goditje e rëndë edhe për ato pak hapa serioze, pozitive, që u bën gjatë 14 muajve që unë drejtova qeverinë në drejtim të krijimit të një administrate të qëndrueshme, të garancive ligjore që profesionistët pavarësisht nga përkatësia apo militantizmi politik të mos preken nga ndryshimi i qeverive, dhe kjo do të cënonte edhe angazhimin dhe qëndrueshmërinë e funksionarëve publik, e teknokratëve, për cilët veçanërisht vazhdon të ketë nevojë ky vend dhe që mund sigurojnë një tartme në raportet e shërbimeve publike që duhet të ofrojë administrata qytetarëve dhe zgjedhësve. Duke u shprehur se mendoni që po hiqen njerëz si të nanos, mos po tretoni veten si opozit brenda PS-s? Natyrisht unë kam konceptet e mia politike që nuk janë personale, janë të votuara dhe vazhdojnë të jenë publike, dhe integritetin tim që lidhet me to. Mjaft nga konceptet që bashkëbiseduam janë në shprehje e tyre. Unë kam quajtur këtë jo thjesht në filozofia e ndryshimit, por një politikë e ndërtimit të institucioneve dhe të realiteteve europiane në Shqipëri, në mënyrë që askush, veçanërisht të rinjt dhe intelektualët, të mos dekurajohen dhe të mos nxiten për ta lënë këtë vend si refugjat në kërkim të fatit në vende të tjera, sepse me një logjikë të thjeshtë kam arritur të kuptoj dhe ju ftoj të mirë kuptojnë së bashku faktin që kudo që shqiptarët kanë gjetur rregulla të qëndrueshme të funksionimit të institucioneve demokratike dhe të konkurrencës së tregut, pa deformacione të natyrave që i njohim në rajonin dhe në vendin tonë, kanë arritur të shfaqin aftësitë e tyre, të ndërtojnë një karrierë, të ndërtojnë një mirëqenie dhe të ndihmojnë dhe familjarët e tyre në Shqipëri. Unë do të dëshiroj, dhe kjo është filozofia ime, prandaj çdo largim ose goditje e njerëzve që përqafojnë këtë filozofi është i dhimbshëm jo vetëm për mua, që të krijohen në Shqipëri rregulla dhe institucione të qëndrueshme, standarde, as pak të ndryshme nga ato të vendeve të tjera të përparuara demokratike, që do t'i bënin shqiptarët të ndjenin të qetë, të sigurt, për karrierë, për mirëqenie, duke konkurruar në vendin e tyre. Ju ishit një nga njerëzit që thirrët për të konkurruar në vendin e tyre, shumë prej intelektualëve në një farë mënyrë refugjat jashtë, dhe me hikjen tuaj i lat ata. A mos është kjo një arsye për të mos besuar te ekzekutivi? Nuk besoj se të paktën ata e kanë keq kuptuar largimin tim, sepse në qoftë se me largimin e cili do që bën të mundur zhvillimin e proceseve apo ndryshimeve pozitive në rastin konkret në administrat, do të vazhdon të telloj pasiguria dhe paqëndrueshmëria e zhvillimit në vend. Mjaft syresh u ndjen po ashtu si unë të bllokuar në shfaqjen e aftësive dhe të impenjimit të tyre në këtë plan që bisedojmë, jo thjesht politik, por menaxherial, teknokrat, profesionist, që të ndryshojë sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt ky vend.
Dhe mjaftësirësh vazhdojnë të jenë pranë meje edhe kur punojnë në administratë, edhe kur i godasin si njerëz që qëndrojnë më afër se ç'duhet me mua. Ky kontakt nuk është ndërprerë dhe duke mbetur një angazhim politik serioz i imi i socialistëve shqiptar, të cilët janë rritë të kësoj, më shumë se sa shqiptarët socialistë, unë besoj se ka të ardhme për shpresat të të rinjve, për besimin e të gjithë njerëzve që ky vend, pavarësisht nga kriza e sotme, nga luhatjet politike, nga lufta brenda llojit apo konfliktet e paprincipta midis politikanëve shqiptar, mund të bëhet pauzat e përkohshme. Keni shpjeguar për një gazetë greke shqiptare socialistët shqiptar, po për publikun, çfarë do thoshet për ata që nuk arrin të kuptojnë dallimin? Dallimi është ky. Unë nuk kam mundur ta kthej nga një interpretim apo slogan politik këtë gjë në një realitet, sepse 4 vjet kam qenë fizikisht i bllokuar, i izoluar politikisht nga regjimi i kaluar. Natyrisht, cili do i vetëm nuk mund të ndryshojë realitete të kalcifikuara tradicionale. Por jam i bindur që po të kisha qenë në kontakt me elektoratin socialist, me strukturat e Partisë Socialiste, edhe këtë gjysëm të errët në jetën time, të investimit tim 8 vjeçar në Partinë Socialiste dhe në politikën shqiptare, të errët dhe dhimbshme madje, jo sepse ajo më ka dëmtuar vetëm mua, por sepse risolli në jetën e këtij vendi ripërsëritjen e deformacioneve të rënda institucionale të skaluarës në kushtet kur diktatura nuk ekzistonte më. Nga ky pamje, fjala është për të dhënë mundësi politike dhe institucionale të gjithë atyre njerëzve, intelektualëve dhe të rinjve, përfaqësuesve të shoqërisë civile, edhe të biznesit, që janë rreth Partisë Socialiste, votojnë për të, kanë kohë që vërtiten pranë dyrëve të saj dhe gjëra të mbyllura për shkak të një organizimi dhe koncepti për funksionimin politik të kësaj partie të kapërcyer nga koha. Po për shkak dhe të interesave të një grupi konservator politik në Partinë Socialiste, konservator nuk do thotë vetëm i vjetër në moshë, që çdo ardhje të rinj dhe çdo hapje të konkurrencës me të ardhurit e rinj konceptohet si rrezikim i pushtetit personal, i karrierës personale, i interesave personale. Ju flisni për dhënie mundësish të tjerëve, ndërkohë ju e keni hequr me vullnet mundësitë vetes suaj duke dhënë dorëheqjen disa herë. A mund ta rrëfeni pak afinitetin e dorëheqjes me Fatos Nanon? Pse ka shumë dorëheqje? Dorëheqja edhe në optikën time është një investim që nuk mund të bëhet pa një shkallë të caktuar pjekurie, përvoje dhe përgjegjësie ndaj të gjithë atyre që të ndjekin dhe të votojnë për t'i drejtuar. Është quajtur dhe nga tjerët akt civil. Dhe papritmas sapo mendohet se aq më mirë kur largohen vetë se na hiqen qafe, se kjo është dështim, madje e përsëritur. Unë do të kujtoj të gjithëve se institucioni i dorëheqjes është i dobishëm
në politikë dhe veçanërisht politikën shqiptare, jo vetëm kur dështohet, por dhe kur të tjerët nuk të ndjekin dot, dhe kur përpasoj një ripozicionim dhe një ridimensionim i vetvetes dhe i filozofisë politike që ketë tëndën në një midis më të gjerë se sa i që të bllokon për të vepruar, bëhet i domosdoshëm. Dhe kjo është shprehje e vazhdimit të angazhimit, veçanërisht shprehje një investimi për të ndryshuar këtë situatë, se sa e largimit aq më pak me bish në shal. Prandaj motivet e dorëheqjeve të mia janë të njohura, janë publike, dhe mënyra e realizimit të atyre që objektivave, koncepteve, pra ndryshimeve në politikë dhe në qeverisjen e këtij vendi, që unë s'kam mundur të realizoj në formacionet e trashëguara, në cilat kam qenë i detyruar të militoj dhe të bëhem pjesë apo të drejtoj, nuk do të thotë se nuk mund ndërtohen hapësirat të tjera, mekanizma të rinj, dhe veçanërisht zhvillime politike të ndryshme nga likuidimi i kundërshtarëve, që do të bënin të mundur afirmimin e mëtaftme në kushtet e ekzistencës së rregullave të barabarta të lojës për të gjithë. Të japësh kërkon edhe vullnet, që ju e keni demonstruar. Po të qëndrosh gjatë, të qeverisësh gjatë, a nuk kërkon dhe kjo shumë vullnet, dhe a keni pasur ju këtë vullnetin e qeverisje? Unë besoj se po më kujtoni autokritikën që bëri Demaçi në takimin e fundit me mua, edhe ai nuk ishte në planin thjesht personal. Gjithkush duhet të shikoj çfarë s'ka funksionuar në këtë vend dhe në raportet midis njerëzve në këtë vend. Demaçi më tha normalisht kam pasur një mendim tjetër për ju, sikur ishit njëri ambicioz për të marrë pushtetin, për të nostalshuar pushtetin, pra dhe për ta shpërdoruar pushtetin. Me veprimet që keni bërë, më lejoni për mungesë informacioni apo gjykim të pamjaftueshëm, t'ju kërkoj ndjes sepse s'qen keni të tillë. Pra nuk është çështje tek vlerësimi për mua, por është edhe interesimi juaj për vlerësimin tim për këtë çështje. Unë nuk besoj se përdorimi i pushtetit mund të kthehet si qëllim vetvete për komoditet personal, familjar, në raport me të tjerët dhe me zgjedhësit, jashtë realizimit të premtimeve politike, programeve elektorale, të cilat të çojnë në pushtet, veçanërisht kushtet demokratike. Prandaj, në qoftë se karriera zgjatet, ajo mund të zgjatet vetëm mbi bazën e realizimit të premtimeve dhe të ndryshimeve reale që shkojnë në dobi të zgjedhësve. Pra ndryshimit të kushteve në cilat njerëzit mund të jetojnë, mund të ushtrojnë sipërmarrjen, iniciativën e lirë, të realizojnë drejtat e tyre dhe natyrisht dhe të një mjedisi politik që e bën të qëndrueshme këtë iniciativë të shumicës. Karriera mund të shkurtohet kur dështon në mbajtjen e premtimeve. Ka pasur dhe nuk duhen lejuar ndodhin më përpjekje për të mbajtur me zorr në mënyrë arbitrare pushtetin, pavarësisht nga realizimi i premtimeve. Unë jam larguar vetë sepse nuk do të dëshiroja që pa aftësinë e një grupi njerëzish, pa përgjegjësinë dhe mungesën e gatishmërisë për të bashkëpunuar për qeverisje ndryshe në këtë vend, ta ndaja dhe unë për shkak të dështimit dhe të mos realizimit të premtimeve që i kemi dhënë elektoratit. Kam thënë dhe përsëris që Shqipëria nuk është ajo që premtuam 29 qershor. Dhe kam bërë këtë zhvendosje nëpërmjet dorëheqjeve në politikën shqiptare
për të siguruar një konsensus më të gjerë dhe për të gjetur më shumë partnerë që janë të aftë të rikthehen këtyre premtimeve dhe veçanërisht të garantojnë realizimin e tyre. Nuk do doja që ashtu siç ndodhi në qeverinë e mëparshme, ashtu siç ka ndodhur në 50 vjet komunizëm, pavarësisht nga rezultatet, edhe sot të vazhdohet të mendohet dhe të punohet për të qëndruar pushtet pavarësisht nga zgjidhja e problemeve që kanë njerëzit. Premtimi juaj më i madh ishte kthimi i parave. Ju larguat se nuk do të mbani përgjegjësi për mos kthimin, që duket se nuk ka për të ndodhur kurrë për kthimin. Përkundrazi, ai që ju e quani premtim ishte një angazhim politik dhe elektoral i dimensionuar përballë jo turmave emocionale të lënduara nga humbja e kursimeve të jetës dhe nga trazirat e marsit në 87, por i një force politike, një koalicioni, kisha mjaft partner në krah kur fola me njerëzit në fushat elektorale për këtë gjë, që angazhoheshin për të identifikuar çfarë ndodhi, ku shkuan parat, për rekuperimin e gjithçkaje të mundshme nga kursimet e njerëzve të investuara në autoralitete të dyshimta, si dhe veçanërisht, e kam shprehur dhe përsëris dhe njëherë publikisht të gjë, për të ndryshuar konceptin e garancisë dhe të rrugëve që sigurojnë mirëqenie të qëndrueshme dhe mbrojtje të ardhurave dhe të kursimeve apo të investimeve të njerëzve. Përfundimisht, premtimi im ka qenë dhe mbetet si i tillë, qeveria që unë drejtova u angazhua dhe arriti të zgjidhë pjesën dërmuese të problemeve shumë të ndërlikuara që lidheshin me krizën e fajdeve, të kthente vëmendjen dhe shpresën e njerëzve jo tek e kaluara, tek sportele ku shpërndahen letra pa asnjë vlerë, përmbajtjen reale të cilave kanë grabitur mafia politike, mafia ekonomike, jo vetëm vendase, por dhe ajo rajonale. Fjala ishte për t'i kthyer njerëzit të punë dhe për të ndërtuar institucione të qëndrueshme ligjore dhe ekonomike që do të garantonin mbrojtjen dhe riprodhimin e investimeve të tyre, të ardhurave të punës, të kursimeve, si dhe të pronës që kanë apo do të siguronin nëpërmjet kësaj pune. Dhe ne arritëm që të identifikojmë një realitet jashtëzakonisht kriminal, me ligjet dhe me strukturat e ekzekutivit për transparencën e fajdeve. Dhe dëshiroja që qeveria e sotme ta vazhdonte këtë gjë, të mos humbte më kohë për mbylljen e këtij procesi, për të kthyer shqiptarëve jo vetëm pjesën e parave që kanë mbetur, për të rikuperuar jo vetëm pjesën e të ardhurave që janë grabitur brenda dhe jashtë vendit, por dhe veçanërisht për të krijuar një zhvillim ekonomik dhe një stabilitet institucionesh që mbrojnë të ardhurat që krijohen sot e tutje dhe i shumëfishojnë ato. Përmendet partner të pa angazhuar, për të cilët ju nuk mund mbani përgjegjësi ndaj ikët. Në fakt, kur flitet për partner, shumë kush ka parasysh miq dhe bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë në qeverisje, me cilët jeni edhe sot afër. Atëherë për cilët partner të rinj flisni ju? Cilët janë edhe njerëz në kërkim të cilëve, në kërkim të kujt jeni ju? Ku janë ata? Unë partnerët nuk i konsideroj thjesht si miq, sepse në konceptin tradicional miku është një interes më i ngushtë se sa raporti midis njerëzve në politik apo në funksione ligjore përballë zgjedhjeve. Në këtë pamje, për mua partnerë janë njerëz që nuk e kthejnë në favor apo në privilegj lidhjen e gjakut, por përkundërzi lidhjen e ideve, plotësimin e aftësive reciprokisht dhe mbi të gjitha zhvillimin e një bashkëpunimi dhe një investimi individual apo në ekip që siguron rregulla loje të barabarta për të gjithë
dhe sigurojmë kushte për zhvillimin e konkurrencës dhe të aftësive të gjithë njerëzve në treg dhe në institucione. Pra, për mua partnerë janë njerëz profesionistë, janë njerëz të përgjegjshëm në politikë, janë njerëz që nuk abuzojnë apo të përdorin pushtetin për të goditur ata që mendojnë ndryshe, apo kundërshtarët në konkurrencë. Janë njerëz që nuk mbyllin dyert ndaj votuesve të tyre dhe ndaj qytetarëve për të cilët zgjidhen që të shërbejnë, por që janë të aftë, të jenë transparent dhe të japin llogari për mënyrën se si administrojnë pushtetin para qytetarëve në mënyrë periodike. Qeveria që ju keni kryesuar është akutuar për korrupsion. Kjo për shkak të thashethemeve, të themi, të botuara shumë shpesh dhe në shtyp për disa nga miqt, nuk po them partnerët, miqt dhe bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë. Ju e keni hedhur gjithmonë poshtë si akuzë të pabazë, apo gjithmonë ka diçka kur ka fjalë? Unë vazhdoj të jem fare i hapur me publikun dhe i qetë në trajtimin edhe të kësaj çështje, e cila ka qenë dhe mbetet një spekullim i vjetër dhe i dobët politik, ndaj meje apo ndaj një grupi njerëzish që rastisht lidhen me mua ose lidhen qëllimisht për të goditur një rrymë politike, një organizim politik brenda PS-s që ishte dhe mbetet i angazhuar për të ndryshuar realitetet politike dhe të qeverisjes në këtë vend. Duhet kujtoj për njerëzit faktin që qeveria që unë drejtova u fut me vullnet të lirë dhe të plot në realitetet e korrupsionit të trashëguar. Ajo pranoi pas një hezitim dhe ishte një nga 3 vendet e vetme në botë që e bën vullnetarisht të gjë, të përfshihej në programet e Bankës Botërore për identifikimin dhe luftën kundër korrupsionit në vendet në tranzicion, qofshin ish komuniste apo të botës në zhvillim. Dhe mbi këtë bazë ne hapëm kutinë e Pandorës, financuam së bashku me Bankën Botërore dhe me resurset njerëzore që administronte qeveria kryerjen e studimit mbështetur edhe në vlerësimet e njerëzve, të publikut, për shkallën e shtrirjes dhe për aspektet e çfaqjes korrupsionit të trashëguar dhe natyrisht edhe aktiv në Shqipëri, dhe përcaktuam një program të tërë, skema të provuara edhe në vende të tjera, me të cilat do të luftohej jo me kritere politike dhe jo me gjykime dhe veprime të pjesshme që vijnë nga sensibilitetet e rrugës, të kafeneve, të ditës, fenomenet e korrupsionit për ta minimizuar atë dhe për ta bërë një fenomen periferik, si në vende të tjera, me institucione të qëndrueshme dhe me ekonomi të fortë. E gjithë kjo u përdor në një mënyrë të qëllimshme nga një grup i caktuar brenda politikës shqiptare, brenda koalicionit qeverisës, në institucionet dhe në qeveri që unë drejtoja, për avantazh politik, për konflikt politik dhe për likuidim politik të njerëzve të aftë, të përgjegjshëm. Dhe në qoftë se normalisht dikush do të spekulonte sërish për të thënë Nanua iku me gjithë miqtë e vet të korruptuar, unë përsëris qetësisht përpara njerëzve. Gjithçka që u kam thënë këtyre pseudo partnerëve, vendas dhe të huaj, dhe janë krejt në minorancë, filozofinë time dhe angazhimin tim politik që në ato momente dhe që do të jetë edhe i sërtmes. Unë nuk kam pranuar që askush të shkel mbi principet e prezumimit pafajësisë në rast se kjo nuk vërtetohet në rrugë gjyqësore, dhe nuk kam pranuar që për sensibilitete apo rivalitete politike të ditës të krijohet klima dhe mendimi
në administratën shqiptare, në funksionalet civil ose politik, se për lojra politike të rastit dhe të radhës, mund të përdorësh si limon i shtrydhur dhe mund të flakesh për shkak të dashurisë apo luftës që bëjnë elefantët. Kjo do të ishte mesazhi më negativ që partitë politike kur alternohen apo grupet brenda partive politike kur ndryshojnë qeverit, mund t'i linin administratës publike, si dhe qytetarëve që presin shërbime të lishme, të efektshme dhe të kontrollueshme nga nënpunësit e emëruar dhe të zgjedhur, dhe jo humbje kohe, energjish dhe konflikte që fshehin parat e taksapaguesve dhe i devijojnë ato në xhepat e radhës. Ata njerëz ju do preferoni t'i quani pseudo partner, ju kanë akuzuar edhe për papërgjegjshmëri politike. Në fakt, ka një konceptim të ndryshëm, një perceptim të ndryshëm të përgjegjësisë nga ju dhe nga këta akuzues? Natyrisht ka një konceptim të ndryshëm, sepse më lejoni ta përsëris. Unë ndahem me njerëz të tillë, me konceptet e tilla, në një çështje të rëndësishme të moralit politik. Kam qenë dhe mbetem i bindur dhe i angazhuar edhe në drejtimin e Partisë Socialiste, edhe në drejtimin e qeverisë që kam kryesuar, për të krijuar rregulla të tilla loje, një kuadër të tillë ligjor që do të bënte të mundur edhe rritjen e mirëqenies së të zgjedhurve, të nënpunësve, të drejtuesve të institucioneve që administrojnë parat e taksapaguesve apo ndihma ndërkombëtare për këtë vend, vetëm në rrugë të ligjshme dhe në masën dhe vetëm pas rritjes së mirëqenies së përgjithshme, pra krijimit të kushteve të prosperitetit për të gjithë shtetësit dhe qytetarët. Ndërsa koncepti atyre që unë i quaj pseudopartner, të papërgjegjshëm, dhe që në çdo kohë është e mundur të identifikohen jo vetëm rezultatet e ndryshme në administrimin e pushtetit, por dhe amplifikimi, zgjerimi, shtimi, apo stagnacioni për shkak të mos luftimit i fenomenet të korrupsionit, pra të abuzimit të pushtetit për interese ekonomike, sepse shumë syresh, për fat mirë janë një minorancë, kanë dashur me njëherë ta përdorin pushtetin për pasurimin personal dhe të krijojnë një klientel politike që do t'i shërbejë këtij qëllimi. Ky quhet korrupsion politik, dhe kur korrupsioni ekonomik pushton institucionet, atëre cënohet rënd e ardhmja e demokracisë në vend dhe fati i popullit dhe i shtetësve të këtij vendi. Juve nuk i mungon përkundër se keni me tepri gjithë elokuencën për të shpjeguar reflektimin tuaj mbi të tjerët, po nëse do shpjegonit pa elokuencë reflektimin tuaj për vetveten, çfarë do mund të thoshit? A ju ka shkuar nërmend në këtë kohë të gjata pauze, mjaft më me politik, mjaft më me PS, mjaft me ekzekutivin, apo jeni vendosur për t'u rikthyer? Nuk besoj se në veprimet e mia politike në sulm apo në tërheqje, në raport me publikun kam dhënë mesazhin që jam lodhur dhe ndjehemi vetmuar. Aq më pak mesazhin që pas me u bë qameti. Natyrisht janë lëvizje që i të konsultuar edhe me mjedisin tim politik, me zgjedhësit e mi, me përvojën që kemi krijuar së bashku në këto 10 vjet, me aftësinë për të interpretuar nevojën për ndryshim në këtë vend. Unë i kam ndërmarrë
për të përmirësuar kushtet në cilët duhet realizohen iniciativat të mëdha për institucionet qëndrueshme dhe tregje të hapura në këtë vend, pra dhe për partneritet të sigurt me aleatët tanë që vazhdojnë të investojnë për prosperitetin e Shqipërisë dhe të Ballkanit. Natyrisht nuk mund të mos rishikoj në mënyrë kritike përderisa kam kërkuar që dhe të tjerë të reflektojnë me këtë shkundje që kanë krijuar, jam i bindur, në opinion dhe tërheqjet apo tërheqjet e mia, një analizë të gjithëve se çfarë duhet bërë ndryshe, çfarë nuk shkon, dhe çfarë duhet ndalur përfundimisht si riprodhim i së keqes, apo i konfliktit, apo i përjashtimit, apo i bllokimit të aftësive komplementare në politikën shqiptare dhe në integrimin të rinjve, veçanërisht në punën që bëhet për ndërtimin dhe zhvillimin e këtij vendi. Kam qenë shpesh i kufizuar në mundësitë për të ushtruar ndikim dhe për të vepruar për shkak të strukturave të kalcifikuara në partinë që kam drejtuar, po pse jo dhe në politikën shqiptare në tërësi. Prandaj kam kërkuar jo shëmbjen e këtyre strukturave, por hapjen e tyre ndaj shoqërisë civile dhe ardhjen e njerëzve të rinj në politikë, në partitë politike që vazhdojnë të sillen në mënyrë tradicionale me pushtetin, si dhe një mjedis ku është e pamundur të bllokohet në mënyrë të pandershme shfaqja e aftësive dhe krimi i vlerave për të gjithë dhe jo vetëm për vete. Vazhdoj të jem shumë i vëmendshëm ndaj cilit do që mendon një lloj si unë. Besoj se janë shumë që kërkojnë përfundimisht një mjedis të rregulluar, loje, konkurrence dhe karriere, ekonomi dhe në politikën e këtij vendi. Në PS, në partinë që ju keni drejtuar, keni përdorur her pas here për këtë parti, qoftë në mocion, qoftë së fundi, një fjalor të zgjedhur, që ka bindur shumë këndësh jashtë partisë dhe nuk njeh realisht gjendjen, se kjo parti është një fosil, ku dhe të rinjt plaken shpejt. Në fakt, nëse ju riktheheni si kundër keni vendosur, do ta ndryshoni, do ta emanciponi, çfarë do bëni ju? Natyrisht ky është një investim dhe një angazhim që mbetet, jo vetëm për Partinë Socialiste Shqiptare, por për politikën shqiptare në tërësi. Ka dhe parti që kanë emra më modern se sa ata që mund të identifikoheshin me lehtësi me fosile dhe që vuajnë nga të njëjtat smundje. Prandaj çështja është që ne të kthejmë në faktor veprues politik aspiratën dhe aftësinë e majorancës së popullsisë këtij vendi për të ndryshuar të kaluarën dhe sjelljen me pushtetin që ofrojnë tradicionalisht partitë politike në këtë vend. Veçanërisht të kthejmë në një investim real aftësitë e të rinjve, ambicien e tyre pozitive për të përfaqësuar vlerat e këtij vendi, dinjitetin e këtij vendi, përballë shtetasve të tij, por sidomos dhe përballë partnerëve ndërkombëtar, me cilët ne jemi në gjendje dhe kemi krijuar tashmë një përvojë që duhet filloj të kthehet në institucione qeverisëse, bashkëjetese, partneriteti dhe konkurrence fitimprurse për Shqipërinë. Pra, nuk pretendoj se mund të udhëheq turma të verbrish,
por jam i gatshëm të bashkëpunoj me plot njerëz me cilët jam në kontakt, brenda dhe jashtë Partisë Socialiste, brenda politikës shqiptare dhe shoqërisë civile shqiptare, brenda dhe jashtë vendit, për të siguruar një partneritet të tillë që sjell zhvillim dhe nuk gjeneron më konflikt. Ka njerëz që mendojnë se ju jeni një figurë parakohshme, ka të tjerë që shprehen se koha juaj ka ikur. A ka një të mesme të cilën ju mendoni se është më e drejtë? Po, më lejoni ta them në mënyrë të thjeshtë, nuk duhet të humbasim më kohë, duke pritur që problemet tona t'i zgjidhin të tjerët, duke pritur që në doganat apo në ministritë shqiptare të vinë banor të ndonjë planeti tjetër, por duhet ndihmojmë dhe të huajt që na ndihmojnë të mos familiarizohen me të kaluarën tonë, me traditat negative të kaluarës tonë. Natyrisht, kalura jonë ka më shumë vlera pozitive, ne jemi një kom vital dhe me qytetërin të qëndrueshëm, por të proponojmë së bashku me ta të njëjtat procese, të njëjtat modele të institucioneve dhe të tregjeve përsëris, për mua shumë i rëndësishëm terreni ekonomik mbi cilin ndërtohet jeta sociale dhe institucionet e qeverisjes, të cilat japin rezultat në vendet e zhvilluara, në vendet e qëndrueshme demokratike, në vendet e perëndimit sidomos, dhe ju japin edhe atje mundësi shqiptarëve të shfaqin aftësitë e tyre. Në këtë pamje unë do të ftoja edhe partnerët e huaj të mos tregoheshin më kaq liberal me politikën shqiptare dhe me përfaqësues të institucioneve shqiptare. Si në rastin e përsëritur dhe që vazhdon të shfaqet, të sugjerimeve konkluzive, të raporteve, të analizave që bëjnë institucionet ndërkombëtare për reformën në Shqipëri, për gjendjen në Shqipëri, për rrugdaljet në problematika që kemi në ekonomi dhe gjendjen institucionale, duke thënë nuk ka modele standarde dhe fikse për këtë apo të zgjidhje. Këto gjykime vazhdojnë për fat të keq të zënë një peshë më të madhe se e nevojshme në asistencën politike dhe institucionale që na jep bota. Unë do të thosha që së bashku me ta ne duhet të imponojmë këtë vullnet që kërkon zgjedhësi shqiptar dhe populli shqiptar. Ka modele standarde dhe ato janë modelet e demokracisë, të institucioneve të tregut, të hapjes kufive dhe të konkurrencës luajale që funksionojnë në Evropën e Bashkuar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në organizatat ndërkombëtare që i përfaqësojnë ato dhe në raport me vende si Shqipëria dhe rajonet si Ballkani. Ato duhet zbatuar pa diskutime, veçanërisht për të krijuar një gjyqësor efikas, për të krijuar institucione financiare që nuk ndikohen nga politika, për të krijuar garanci dhe stabilitet të administratës publike që asnjë faktor politik të mos e flak apo të mos ta përdor për interesa korrupsioni, si dhe për të krijuar besim dhe qetësi për qytetarët në sipërmarrjen e lirë dhe në gëzimin e drejtave themelore të njerëzit, si në gjitha vendet demokratike. Pse ju mendoni që shqiptarët do dëshironin që madje do kërkonin mbas pak kohësh që të ishit ju kryeministri i ardhshëm, për arsye se ju flisni bukur, se ju shpjegoheni mirë, se ju keni elokuencën hipnotizuese, madje edhe çorientuese, apo për çfarë arsye? Do të dëshiroja që të mos ishte kështu, sepse është shumë i rëndësishëm besimi dhe mirëkuptimi në komunikimin me njerëzit. Por kjo nuk duhet të kthehet në një narkotik. Forca e besimit që unë mendoj se çdo politikan dhe në tërësi politika duhet krijohet tek njerëzit është dhënia e garancive reale që ata të kontrollojnë politikën, vendimarrësit
dhe të zgjedhurit e tyre jo vetëm një herë në 4 vjet. Dhe unë nuk besoj se mund të lejohet edhe kur flet bukur, në qoftë se ekzistojnë garanci të tilla ligjore dhe praktike për njerëzit, për qytetarët, për zgjedhësit, që të mashtrojë dhe të fshehë abuzimin me pushtetin pas fjalëve. Në qoftë se mbetet e vërtet kjo që thoni ju, që njerëzit e pëlqejnë këtë mënyrë shtrimi me fjalë dhe në praktikë të problemeve, atëherë unë nuk ka arsye të shqetësohem. Do të vazhdoj komunikimin me ta. S'njem vetëm. Thonë se në dashuri njerëzit nuk duhet ta mbajnë kokën mbrapa, ka gjithmonë diçka për të bërë para. A është edhe në politik, a verifikohet kjo edhe në politik, sidomos në majat, në hierarkinë politike? Çfarë iku? Do të pranoja në mënyrë pa paragjykime këtë që ju thatë në disa aspekte. Natyrisht që politika nuk ndërtohet mbi urrëtitjen, duhet ndërtuar mbi dashurinë. Dhe mbi gjitha mbi dashurinë për jetën e njerëzve, për rolin determinant që kanë njerëzit edhe në ndërtimin e jetës, edhe të politikës dhe të prosperitetit të një vendi. Natyrisht të bashkëtesës me popujt të tjerë, me njerëz të tjerë. Natyrisht çdo dashuri e tepruar në raportet politike me partnerët ose kundërshtarët. Por çdo dashuri e tepruar dhe me skemat të gatshme, të ngurtësuara, të provuara, të skaluarës, është e dëmshme dhe mund të kthehet në rrezik nëse këmbgulët që në politikë të mos hapen rrugët e ndryshimit dhe të mbështeten ata që duan ndryshimin. Por mbetëm gjithmonë i filozofisë se ai që vjen pas ka mundësinë me dashuri, pa vrarë, të njohë për të mos u përsëritur gabimet e skaluarës dhe në rast se ekzistojnë korrente, forca politike dhe grupe njerëzish që e mbrojnë të kaluarën edhe në mënyrë nostalgjike, ata duhen integruar në ndryshimin dhe në kalimin nga e djeshme në të ardhmen. Po e kujtoj një fakt. Ne mund të kishim ndërtuar me urrëtie në mars 97 përfaqësuesit e komiteteve të shpëtimit publik që ngritën njerëzit për të mbrojtur në kushtet e anarkisë dhe të rënies shtetit. Përkundër se ne trajtuam me dashuri ata, sepse vetëm me dashuri mund të bisedojë me ta dhe mund të ftoheshin ata nëpërmjet një kuptimi më të kthjellët, të lëshonin armët, të largoheshin nga veprimet emocionale dhe terroriste, të përfshiheshin në jetën civile, të kërkonin zgjedhje të lira, të respektonin procesin e zgjedhjeve të lira, të futeshin si çdo qytetar në kandidimin dhe në proceset elektorale të partive të lishme politike, pa ju kërkuar detyrimisht marrjen me përparësi të tesërës së Partisë Socialiste, dhe mbi këtë bazë sollëm tensionimin e një klime shumë të acaruar, si dhe largimin nga skena e politikës shqiptare dhe institucioneve shqiptare të mundësisë që gjithkujt, cili do, t'i shkojë mendja, që nëpërmjet rrugës së dhunshme, nëpërmjet armëve, mund të merret pushteti dhe mund të përdoret pushteti në dëm të tjerëve. Kjo bë me dashuri, me qetësi dhe me një sens perspektiv. Unë ju falenderoj që qëndruat më gjatë se zakonisht në këtë dritare të premte, zoti Nana. Unë falenderoj për mundësinë që të zgjeroj më shumë frymëmarrjen me njerëzit nëpërmjet dritares suaj. Faleminderit edhe ju të nderuar telespektatorë që qëndruat me ne këtë premte. Një natë më mirë nga Studio 1.